Të nderuar shikues, mirë se vini në edicionin e lajmeve këtu në televizionin Globi. Në vazhdim do t'ju njohim me paralajmërimet kryesore që shënuan ditën e sotme. Shoqëria Stomatologjike Shqiptare organizoi seminarin mbi kirurgjinë orale. Ministri i Transportit për vizitë në Zubovc interesohet për punën e kompanive në këtë lokalitet. Moti ngrohtë favorizon lëvizjen e skuterëve. Policia paralajmëron gjoba për motoristët e pakujdesshëm. Vazhdojnë aktivitetet zgjedhore të partive politike. Partia Aleksandar Vučićit fituese e zgjedhjeve në Serbi. Hapet restoranti Teferiç, restorant bashkëkohor në Gostivar. Me lajmet kryesore të ditës së sotme do të njohim pas një bloku të shkurtë të reklamësh. Qëndroni me ne. Në organizim të Shoqërisë Stomatologjike Shqiptare në Maqedoni, në ambientet e USHT-s në Gostivar, është mbajtur seminar me pjesëmarrjen rajonale dhe me qëllim për të promovuar kirurgjinë orale dhe metodat më të reja në këtë lëmi. Në organizim të Shoqërisë Stomatologjike Shqiptare në Maqedoni, në ambientet e USHT-s në Gostivar, është mbajtur seminar me pjesëmarrës rajonal dhe me qëllim për të promovuar kirurgjinë orale dhe metodat më të reja në këtë lëmi. Prezantimi i mënyrave dhe metodave të reja nga sfera e kirurgjisë orale dhe parandalimi i defekteve në aparatin e gojës ishin tema debati me stomatologëve shqiptar të Maqedonisë, Shqipërisë dhe Kosovës. Për kryetarin e Shoqërisë Stomatologjike Shqiptare Nedim Kasami, seminarët e tilla me karakter kombëtar e ndërkombëtar synojnë të avancojnë nivelin e shërbimeve stomatologjike në Maqedoni dhe rajon, ndërsa janë mundësi e mirë për afrimin dhe shkëmbimin e përvojave të stomatologëve shqiptar të rajonit. Temat ishin shumë interesante për mje këtë përgjithshëm stomatolog dhe kishim të ftuar mysafir nga, legjures nga Shqipëria, Maqedonia dhe Kosova. Për herën tjetër planifikojmë edhe mysafir, prezentues eminent nga Kroacia dhe Vjena, ku kanë qëndruar në studime postdiplomike dhe besoj se do të jetë edhe shumë interesante. Shoqëria Stomatologjike Shqiptare ekziston si subjekt që nga viti 2005. Qëllimi kryesor i kësaj shoqërie ka qenë dhe është avancimi dhe ngriqja e nivelit edukativ dhe profesional të mjekëve stomatolog dhe rikthimi i imazhit të stomatologjisë brenda territoreve shqiptare. Jemi të autorizuar që edukimin kontinual për shkak se çdo stomatolog duhet të jetë patjetër në rrjedha me ndodhirat e reja, me aktualitetet në stomatologji që ndodhin, dhe duhet të mblidhet numri i saktë i pikave që të mund të relicencoheni, dhe në ato suaze në ato jemi në Gostivar, pastaj do të vazhdojmë në Strug dhe në fund do të kemi kongres në Shkup ose në Ohër do të vendosim, ku do të jetë edhe kongresi shumë pan shqiptar, mbar shqiptar i stomatologëve. Shoqëria Stomatologjike Shqiptare deri më tash ka organizuar edhe aktivitete dhe organizime të tjera, siç janë seminare, simpoziume dhe kongrese me karakter nacional dhe ndërkombëtar. Ministri i Transportit dhe Lidhjeve i Republikës së Maqedonisë, Mile Janakievski, me ftesë të pronarëve të cilët objektet i kanë të vendosura në fshatin Zubovc, ka qëndruar për vizitë, siç ka thënë, te një mini zonë industriale të Gostivarit. Bëhet fjalë për 5 lokacione të cilat kohë më parë i vendosi në shitje Ministria për Transport dhe Lidhje, si pjesë e angazhimeve të qeverisë që me çmim prej 1 euro për metër katror, 300 objekte të tilla anë mban Maqedonisë të jepen investitorëve privat, me qëllim të ndrimit të kapaciteteve të reja industriale dhe punësimin e sa më shumë njerëzve. Ministri i Transportit dhe Lidhjeve i Republikës së Maqedonisë, Mile Janakievski, me ftesë të pronarëve të disa objekteve të vendosura në fshatin Zubovc, ka qëndruar për vizitë, siç ka thënë, të një mini zone industriale të Gostivarit. Bëhet fjalë për 5 lokacione të cilët kohë më parë i vendosi në shitje Ministria për Transport dhe Lidhje, si pjesë e angazhimeve të qeverisë që me çmim prej 1 euro për metër katror, 300 objekte të tilla në mban Maqedonisë t'u jepen investitorëve privat, me qëllim të ndërtimit të kapaciteteve të reja industriale dhe punësimin e sa më shumë njerëzve, e me këtë edhe zbutjen e papunësisë në vend. Ministri Janakievski shpreson duke marrë përballë kushtet e volitshme që ofron qeveria për investitorët, në periudhën në vazhdim të shtohet numri investitorëve që do të ngritin objekte të reja industriale.
Нашата цел и тогаш беше да изградиме нови индустријски капацитети, да се вработат голем број на луѓе, со тоа да ја намалиме невработеноста, а впрочем владата донесе уште една паралелна мерка, нова мерка е почетна цена од 1 евро по метар квадратен, драстично намалување на комуналите за 95%. Очекувам дека во наредниот период ќе се изградат голем број на индустријски објекти, нови парцели, со тоа што ќе возможиме вработување на стотици луѓе во Република, стотици илјадници луѓе во Република Македонија. Ndryshe, Ministri për Transport dhe Lidhje i Republikës Maqedonisë Mile Janakievski ka vizituar punëtorim për prodhim dhe paketim të prodhimeve të mishit Kalnem. Aty aktualisht në punë janë angazhuar 40 persona, ndërsa në të ardhmen sipas pronarëve të kësaj kompanie, me shtimin e kapaciteteve të prodhimit do të rritet edhe numri punëtorëve të angazhuar në këtë kompani. Të martëm e 18 mars 2014 në Gostivar me një manifestim solemn pas namazit të drekës do të vendoset gurthemeli për ndërtimin e objektit të medreses në Gostivar. Në këtë manifestim përveç besimtarëve të Gostivarit dhe rrethinës, i pranishëm pritet të jetë edhe kryetari i Bashkësisë Fetare Islame Sulejman Rexhepi, i shoqëruar nga bashkëpunëtorët, përfaqësuesit e komunës së Gostivarit me në krye kryetari Nezat Bejta, përfaqësues nga muftinia me në krye muftiun Shaqir Fetahu, si dhe të ftuar e misafirë të tjerë. Të nderuar shikues, ju informoj se Televizioni Globi do të ndjek nga afër këtë ceremoni dhe do t'ju sjell në edicionin e lajmeve të ditës së nesërme të gjitha detajet e kësaj ceremonie. Me rritjen e temperaturave, sidomos në këtë periudhë të vitit, mes tjerash në Pollog, është rritur edhe numri i automjeteve në komunikacion, veçanërisht numri i motocikleteve, të cilat në të shumtën e rasteve drejtohen nga adoleshentët dhe të rinj që ngasin këta skutere, pa dokumente adekuate qarkullimi. Sektori për punë të brendshme në Tetov apelon deri tek drejtuesit e motocikletave të jenë shumë të kujdesshëm dhe të respektojnë rregullat e komunikacionit. Si zakonisht me rritjen e temperaturave, sidomos në këtë periudhë të vitit, mes tjerash në Pollog është rritur edhe numri i automjeteve në komunikacion, veçanërisht numri i motocikletave, të cilat në të shumtën e rasteve drejtohen nga adoleshentë dhe të rinj që ngasin këta skuter pa dokumenta adekuat qarkullimi. Për këtë arsye, sektori për punë të brendshme në Tetov apelon deri te drejtuesit e motocikletave të jenë shumë të kujdesshëm, të respektojnë rregullat e komunikacionit dhe sinjalistikën në të, mos e të i kalojnë shpejtësinë e lejuar dhe mos drejtojnë motocikletat ku janë të dehur dhe pa leje për vozitje. Motociklistëve u rikujtohet pashtu edhe çështja ligjore që të regjistrojnë motocikletat e tyre dhe gjithmonë me vete të bartin mbrojtje për ta, para së gjithash për sigurinë e tyre, por edhe për arsye që mos vi deri tek gjoba. Për mos mbajtjen e kaskave mbrojtëse, gjoba shkon nga 35 euro për vozicin, kurse për personat shoqërues 20 euro. Nëse në motociklet vëren më shumë persona se sa numri i lejuar, gjoba është 45 euro, kurse për motociklet të paregjistruar prej 100 deri 500 euro. Shërbimi i SPB Tetov në periudhën e ardhshme do rris intensifikimin e kontrolleve në rrugë dhe do marrë masa që me kohë të largoj nga komunikacioni ata persona të cilët do të bëjnë shkelje ligjore në komunikacion, në mesin e të cilëve edhe motociklistët. Mbrëm rreth orës 1:30 në autostradën Tetov-Shkup, një vetur Passat me targa të Tetovës, drejtuar nga 46 vjeçari prej Tetove SZ, ka goditur një lepur i cili ka lëvizur përgjatë autostradës. Të lënduar nuk ka nga aksidenti, por automjetit i është shkaktuar dëm material me vlerë 20.000 denar, njoftojnë nga SPB Tetov. Mbrëm rreth orës 1:30 në autostradën Tetov-Shkup, një vetur Passat me targa të Tetovës, drejtuar nga 46 vjeçari prej Tetove SZ, ka goditur një lepur, i cili ka lëvizur përgjatë autostradës. Të lënduar nuk ka nga aksidenti, por automjetit i është shkaktuar dëm material me vlerë 20.000 denar, njoftojnë nga SPB Tetov. Ndryshe, nga fillimi i vitit 2014 në Tetov dhe rajonin më të gjerë të Tetovës, ka ndodhur gjithsej 24 aksidente në komunikacion, si pasojë lëvizjes së gjë së gjallë në komunikacion. Më tepër janë regjistruar, konkretisht 22 fatkeqësi ka ndodhur në autostradë, kurse një është regjistruar në rrugë rajonale dhe një në rrugë lokale. Një numër i madh i këtyre aksidenteve janë shkaktuar nga lëvizja e qenëve ndacak, kurse në një rast ujku ka qenë shkak i aksidentit duke lëvizur në rrugën në afërsi të fshatit Grupçin, thotë zëdhënësi i SPB Tetov Marjan Josifovski. Duke pasur parasysh këtë situatë, sektori i punëve të brendshme në Tetov sërish apelon dhe këshillon vozicit të jenë më të kujdesshëm, sidomos në autostradën Gostivar Tetov-Shkup, sepse në vende të caktuara rrethorat janë të dëmtuara apo nuk ekzistojnë fare. Kjo mundson që në mënyrë direkte kafshët të futen në autostradë dhe të lëvizin lirshëm në të, nga ku vijnë pastaj edhe fatkeqësitë, shpeshherë me dëme të larta materiale apo edhe viktima dhe lëndime në njerëz.
KSZ-ja ka bërë shortin dhe ka vërtetuar numrat rendor të kandidatëve për president. Nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Nevzat Bejta, realizoi disa takime me bashkëdhetarët tanë në Ternic. Sekretari i përgjithshëm i RDK-s, Izet Zeqiri, ka reaguar në profilin e tij në Facebook ndaj raportit llogaridhënës të VMRO-DPMNE-s dhe të njeriut të parë të saj Nikola Gruevskit. Këto janë titujt e lajmeve mbi aktivitetet parazgjedhore të partive të cilat juftoi që t'i ndiqnin në vazhdim. KSZ-ja ka bërë shortin dhe ka vërtetuar numrat rendor të kandidatëve për president. Kështu Gjorgje Ivanov, që kandidon nga radhët e VMRO-DPMNE-s, do të mbajë numri 1. Stevo Pendarovski LSDM-s është me numër 3. Ilyas Alimi PDSH-s 2, ndërsa Zoran Popovski nga OQM-ja me numër rendor 4. Këtë numër kandidatët do ta kenë në listën zgjedhore në zgjedhjet presidenciale. Nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Nevzat Bejta, bashkë me koordinatorin e shtabit zgjedhor të BDI-s për Austri, Gjevat Gjemaili, realizuan disa takime me bashkëdhetarët tanë në Ternic, ku mbajti tubim në lokalet e shoqatës kulturore sportive Mërgimi, takime në selinë e shoqatës kulturore Iliria, në xhamin në Ternic dhe në Vjenë. Këto zgjedhje janë shumë të rëndësishme për ne shqiptarët dhe këto zgjedhje i kemi kërkuar ne për shkak se proceset nuk ecin ashtu siç duhet. Ne kërkojmë që proceset me karakter nacional të ecin përpara. Qëllimin e kemi pasur të nxjerrim një kandidat që të mos bëjmë përçarje në mesin e qytetarëve të cilët punojnë në shtetet e ndryshme të Evropës. Shqiptarët kësaj radhe janë mirë të organizuar dhe diasporës shqiptare i duhet të bëjë sa më shumë aplikime dhe më pas të njëjtit të dalin dhe të votojnë më 26 prill, tha nënkryetari i BDI-s Nevzat Bejta. Partia Demokratike Shqiptare në Tetov në konventën e mbrëmshme prezantoi kandidatin presidencial Ilyas Alimi dhe listat e 6 njësive dhe zgjedhore. Lideri kësaj partie Mendu Thaçi deklaroi se PDSH-ja do t'i realizojë qëllimet e saj, ndërsa ato janë parlament dydhomësh, përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe, përfaqësimi proporcional dhe shpërndarja e drejtë e buxhetit, duke kërkuar nga të pranishmit në sallë mbështetjen për zgjedhjet presidenciale dhe ato parlamentare. Votoni për ne sepse meritojmë mandatin dhe përmbushim ëndrrën që Ilyas Alimi të fitoj 300.000 vota. Situata është e rëndë, prandaj na duhet angazhimi juaj maksimal që PDSH-ja të jetë pjesë e qeverisë dhe për 18 muaj të zgjidhet problemi me integrimet euroatlantike, deklaroi kreu i PDSH-s Mendu Thaçi. Sekretari i përgjithshëm i RDK-s Izet Zeqiri ka reaguar në profilin e tij në Facebook ndaj raportit llogaridhënës të VMRO-DPMNE-s dhe të njeriut të parë të saj Nikola Gruevski. Llogaridhënia VMRO-DPMNE-s, projekte populiste në letër, por jap llogari kur i del se 73.32%. VMRO ka realizuar projektet e prerrotbës 2011-2013, por partneri i koalicionit me projektin Bashkë Ndërtojmë çka ka realizuar, ku mbet platforma që shkruan 500 ekspert kombëtar dhe ndërkombëtar, nuk duhen ekspert në planifikim, por punë dhe guxim në implementim. Do të jemi në pritje të bëjmë formulën se sa ka qenë efektiv dhe efikas, komenton Zeqiri. Më shumë meshkuj se femra janë të papunësuar në Maqedoni, treguan të dhënat nga anketa e forcës punëtore e entit shtetëror statistikor për 3 mujorshin e fundit të vitit 2013. Sipas të dhënave, nëse shikohet sipas gjinis, papunësia është më e madhe tek meshkujt në moshën prej 25 deri 49 vjet, thuajse 100.000 prej tyre kërkojnë punë. Tek femrat, në të njëjtën moshë grup, është numri prej 70.661. Më shumë meshkuj se femra janë të papunësuar në Maqedoni, treguan të dhënat nga anketa e forcës punëtore e entit shtetëror statistikor për 3 mujorshin e fundit të vitit 2013. Sipas të dhënave, nëse shikohet sipas gjinis, papunësia është më e madhe tek meshkujt në moshë prej 25 deri 49 vjeç, thuajse 100.000 prej tyre kërkojnë punë. Te femrat në të njëjtën moshë grupi, ai numër është 70.661. Në grupin deri në moshën 25 vjeçare, punë kërkojnë 31.000 meshkuj dhe rreth 20.000 femra. Në korniza botrore, papunësia e femrave është më e lartë se e meshkujve. Në Maqedoni më kritike është norma e papunësisë tek të rinjt. Sipas entit statistikor, madje 50.3% e rinisë në vend janë pa punë. Statistikat të regjistruara gjithsej 275.225 persona të pa punë, prej të cilëve 52.000 janë persona të ri të moshës deri 25 vjeçare. Përqindja totale e papunësisë në Maqedoni në 3 mujorin e fundit nga viti 2013, sipas entit shtetëror statistikor, është 28.6%, ndërsa përqindja e të papunësuarve është 40.9%. Sipas sektorëve, numri më i madh i të punësuarve punojnë në industrinë e përpunimit, 133.557 persona, ndërsa pastaj vijojnë bujqësia, tregtia dhe ndërtimtaria.
Rezultatet paraprake të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në Serbi zorën fitues Partinë Përparimtare Serbe, që drejtohet nga Aleksandar Vučić. Sipas të dhënave, kjo parti ka fituar 48.8% të votave, përkatësisht 157 mandate. Rezultatet paraprake të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në Serbi zorën fitues Partinë Përparimtare Serbe, që drejtohet nga Aleksandar Vučić. Sipas të dhënave, kjo parti ka fituar 48.8% të votave, përkatësisht 157 mandate, ndërsa pasaj radhitet Partia Socialiste e Serbis me rreth 14% të votave. Rreth 53% e 6.7 milion votuesve të regjistruar morën pjesë në zgjedhjet e parakohshme të së dielës, të cilat u nxitën nga Partia Përparimtare, e cila synon të shndrojë në vot hapjen e negociatave për antarësim me Bashkimin Evropian. Sipas rezultateve paraprake, Aleksandar Vučić mund të bëhet kryeministër i Serbisë dhe partia e tij fituese më e madhe e zgjedhjeve. Vučić, dikur aleat i vijës së ashpër nacionaliste të ish-presidentit Jugoslav Slobodan Milošević, pas zgjedhjeve të vitit 2012 mori postin e zëvendës kryeministrit. Populariteti i tij duket se ishte pasigurt i fushatës kundër korrupsionit dhe orientimit drejt integrimeve europiane. Zgjedhjet parlamentare serbe u mbajtën edhe në luginën e Preshevës, por në to ishin përfshirë vetëm Partia për Veprim Demokratik e Riza Halimit, ndërsa ato u bojkotuan nga parti tjera në 3 komunat me shumicë shqiptare në jug të Serbisë. Rezultatet paraprake tregojnë se Riza Halimi sërish mund të jetë deputet i vetëm shqiptar në parlamentin serb. Të nderuar shikues, në vazhdim juftoj që të ndiqni bllokun e lajmeve nga arena ndërkombëtare. Presidenti Amerikan Barack Obama ka urdhëruar ngritje të pasurive të 7 zyrtarëve rusë, përfshirë edhe 2 ndihmës presidencial si ndeshkim për okupimin e Krimes në Ukrainë, ka njoftuar sot Shtëpia e Bardhë. Po ashtu, edhe ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë arritur pajtueshmëri për imponimin e sanksioneve kundër 21 zyrtarëve nga Rusia dhe Ukraina, si ndeshkim për rolin e tyre në okupimin e Krimes dhe për referendumin për ndarje në këtë rajon. Sanksionet e Bashkimit Evropian përfshin ndaleset e udhëtimeve dhe ngritje të pasurive. Kërkimet për avionin e zhdukur malajzian në të ashtu quajturin sektor jugor do t'i drejtojë Australia. Përpjekjet ndërkombëtare për gjetjen e Boeing 777 të zhdukur në mënyrë të mistershme në 8 mars vazhdojnë, duke ushtrirë gjithmonë më shumë rrezën e gjurmimit, ndërsa zyrtarët duken të bindur se avioni është devijuar qëllimisht e mund të ketë fluturuar në veri ose në jug të pozicionit të fundit të tij. Mbi 20 shteteve u është kërkuar ndihmë për gjetjen e mjetit të fluturimit MH370 e verifikimin të dhënave të radarëve dhe atyre satelitore, me kujdes po kontrollohet edhe regjistrimi i komunikimit të fundit nga avioni. Para zhdukjes së tij, nga kabina e pilotëve është marrë ky mesazh: gjithçka është në rregull, natën e mirë dhe gjithë sistemi i raportimit është mbyllur. Kandidati i dytë për zgjedhjet presidenciale në Afganistan është tërhequr nga gara. Ish-ministri i mbrojtjes Abdulrahim Vardak nuk ka dhënë arsye për tërheqjen e tij. Vardak, i cili konsideroi kandidat me shumë gjas për të fituar një pjesë të madhe të votave, nuk ka bërë me dije nëse do të mbështesë ndonjë kandidat tjetër në garë. Me tërheqjen e tij, në garë për zgjedhjet presidenciale të 5 prillit kanë mbetur edhe 9 kandidat, të cilët pretendojnë të zvendësojnë presidentin aktual Hamid Karzai. Vëllai Hamid Karzai, Qaum Karzai, është tërhequr po ashtu nga gara në fillim të këtij muaji. Presidenti aktual Hamid Karzai e ka të ndaluar me kushtetutë që të pretendojë edhe një mandat tjetër presidencial. Në Gostivar gjithçka me të vjetrën, skuadra futbollistike e qytetit ka pësuar disfat nga turnova e Muzafer Ejupit me rezultat minimal 0-1, gol që u shënua që në minutat e para të pjesës së parë. 3 pikët e reja që ka fituar turnova kanë ndihmuar këtë skuadër që të marrë kryesimin në ligën e parë. Të dielën në përballje të Xhiros së 22 Gostivari u takua me Horizont Turnovën. Në këtë përballje, skuadra e Gostivarit ka humbur nga Turnova me rezultat 0-1. Në teren vendas, një gol që u shënua herët në pjesën e parë. Edhe pse Gostivari e nisi mirë këtë takim, me sa duket fati nuk ishte me ta. Pas pjesës së parë, skuadra vendase dominoi ndaj Horizont Turnovës. Minutat e fundit, kundërshtari i Gostivarit luajti edhe me një lojtar më pak, por Gostivari, edhe pse kishte shanca për të barazuar shifrat, nuk arriti të shënojë. Për trajnerin e skuadrës së Gostivarit, Mite Mitev, kjo humbje e radhës në teren vendas ka qenë e papritshme. Kishim strategji krejt tjetër nga radhët tjera, por s'deshi fati me gjithë angazhimin solid të lojtarëve të ri të fitojmë, tha Mitev. Во второ полувреме сменихме тактиката, играта, дадо максимум све од себе со овие деца. Знаете дека играме со
pola mladi deca i pak je sta mladi deca, ja sam optimist vo to i hrabar sam, međutim mora da ne prati neko i srećeta. Trajneri i skuadrës së Gostivarit është i vetëdijshëm se vitin e ardhshëm Gostivari do luajë një kategori më poshtë, por thotë se ekipi nuk do të dorëzohet deri në fund dhe do aprish planet e ekipeve kundërshtare. Tačno дека сега definitivno smo ispadnati od prva liga, međutim ja vikam дека prvenstvo nije ќе okrojme Gostivar. Tuka ili u gosti ќе iznenadime dosta. Turnova me këtë fitore ka marrë kryesimin në ligën e parë të Maqedonisë në futboll me pikë të barabarta me Vardarin dhe Rabotničkin. Gostivari mbetet i fundit në rëndiqje në tabele 12 me vetëm 11 pikë. Në Gostivar ka nisur me punë restoranti me ambient natyral, i cili ka mirëpritur emra të njohur të politikës dhe biznesit. Fjala është për restorantin Teferiç, një biznes i ri i familjes Selimi. Restoranti ndodhet në periferi të Gostivarit, nga pamja e jashtme të le përshtypjen e një restoranti natyral, por nga brenda edhe pamjen e restorantit tradicional shqiptar. Në Gostivar ka nisur me punë restoranti me ambient natyral, i cili ka mirëpritur emra të njohur të politikës dhe biznesit. Fjala është për restorantin Teferiç, një biznes i ri familje Selimi. Restoranti ndodhet në periferi të Gostivarit, i cili nga pamja jashtme të lë përshtypjen e një restoranti natyral, por nga brenda dhe pamjen e restorantit tradicional shqiptar. Sigurisht, ata që do të kenë fatin të shijojnë ambientin dhe recetat e zgjedhura do ju konfirmojmë se ky restorant është nisur të jetë ndër më të mirët në Gostivar, ka thënë pronari i restorantit Teferiç. I mungon Gostivarit një restorant peshku, edhe unë me gjithë dëshirë kom pas qef të qelë, të tregoj vetën time, që jam mundu pi 15 vjeçar punoj në këtë gastronomi, edhe i kom provu të gjithë gjajnët, edhe kisha pas dëshirë që t'i presim mysafir kur vjen në Gostivar të vjen një vend bukur. Restoranti Teferiç do të punon çdo ditë prej ora 10 deri 24 orë. Teferiç është restorant me infrastrukturë bashkohore, ka ambient gjigant të gjelbruar, hapësira të bollshme parkimi. Pronarët paralajmërojnë edhe organizime më të mëdha familjare, organizime fetare, takime biznesi dhe të tjera. Këtu kemi përfunduar edhe me këtë edicion të lajmeve. Takohemi edicionin e radhës. Mirupafshim.